qa natë e sot, qa natë e sot. Natë me shumë drama, po dhe me shumë leksione. Me shumë leksione dhe uroj që të pak të një gjë të kenë marrë sot njerëzit. Nga një histori, diçka që t'i kenë ndihmuar. Ndërkohë historia e fundit ka qenë një histori që e thash dhe në fillim që ishte një histori prekse, po kjo është një histori vërtet e rëndë. Elona kur po më thoshte, tha që u preka shumë, unë i thash, shiko tani mos u përfshi kaq shumë në histori, të lutem, i thash Elona, sepse tani kjo punë është gjithkohës dhe ti si psikologe duhet ta dish, ju e keni dhe pjesë profesionit, por prapë ju prekeni. Kalojmë edhe në tramë sekondare quhet. Patjetër, me këto që dëgjojmë. Patjetër. Por pason e lexova prapë historinë edhe u preka shumë vetë dhe madje mora Elonën duke e qarë. Por çfarë rëndësie ka si ndihemi ne? Ka rëndësi shumë si ndihet Alda sot, sepse historia e saj ka lidhje me një nga akte më çnjerëzore, më të pa justifikueshme as në kafsh, që është ngacimi seksual i prindit, babait në këtë rast. Dhe pastaj një kalvar gjërash të tjera. Alda, si fillim unë dua realisht të falenderoj shumë, sepse është guxim shumë i madh që të vish edhe të hapesh për këtë histori, të flasësh për këtë histori dhe nga një anë është dhe lajmi i mirë për ty, është lajmi i mirë për gjendjen tënde, psikologjike dhe shpirtërore që je gati të flasësh. Doja të falenderoj aty në fakt sepse ishte pikërisht rasti juaj që më bëri që të reagoj ndoshta aty kujtetës që sa dhimbje duhet i nxjerrim që të shërohemi. Si tham, nuk dëshirohemi kurrë. E kam ditur gjithmonë në fakt, e kam ditur gjithmonë. Po kur s'kisha guximin, po duke dëgjuar shumë vajza kjo, edhe pse asnjë ndoshta si ishte si unë, po prapë më ngajoj që t'ju shkruaja juve. Alda, unë para shumë vitesh tek Edila Shqiptare kam bërë një intervistë që atëre u bë shumë e famshme si intervistë, ka qenë me dikë që ishte, në fakt ai ishte përdhunuar nga babai dhe ajo erdhi, foli dhe iku, nuk kërkoi absolutisht asgjë, tha vetëm doja që ta dëgjonte dikush. Pra, unë vetë ja ku jam dëshmitare 2 rasteve, kështu që raste ka, fakti që ju hapeni edhe flisni realisht ndihmon juve në radhë parë, po ndihmon dhe të tjerë. Tani më fol pak për historinë tënde. Kam 2 ditë që ju kam shkruar dhe këto 2 ditë kam menduar shumë, po janë ca gjëra që unë i kam harruar, ose kam qetur t'i harroj, sepse nuk dua t'i kujtoj, po duke qenë se më ngacmoi e shkruajtura tek ju, unë e kam kuptuar ngacmimin në fakt. Për herë të parë, kur e kam bërë bisedën me vete, kam qenë shumë e vogël, ndoshta. Sa kisha filluar të kuptoj 10, 11 apo 12 vjeç, ndoshta diku aty. Por në një moment më ka thënë që mund të më bësh masazh shpine dhe unë i bërë masazh. E kam shtypur. Edhe po më thoshte pak më poshtë të keqen babi, pak më poshtë dhe aty isha e lumtur sepse mendova që babim po më donte, po flisnim si njerëz që më kërkoi diçka nga unë, sepse ai as në emër nuk më ka thirrë kurrë, përveç se kur më rrifte ose më dhunonte, po unë nuk e kuptoja që bëja për të më rrafur ose dhunuar, ose për të mos më thirrë kurrë në emër. Më falni se tash rëndohem pak, po më kuptoni. Atëherë isha e lumtur sepse më fisi njëri, po pastaj ndoshta mas 2 javësh kur filloi të më thoshte përsëri fillova të kuptoj diçka më shumë. Ndoshta atëherë kuptova se ç'po më bënte. Fillova të mbaja distancë, të largohesha akoma më shumë, fillova të mbyllesha shumë në vete. Zgjodha në moshën 14 vjeçë t'i thoja një shoqës që kam dëgjuar një rast që jati ngacmon gocën. Nuk i thash se isha unë. Po më tha ti e budallaqe, pse bën në gënjeshtra të tilla? Edhe ndoshta që atëherë kuptova që unë nuk mund të flas për këtë sepse nuk do të thoj njëri. Kalova shumë faza, kalova shumë gjëra. Unë në 2 momente kisha kontakt me timat, o më dhunonte, kur kapte thikën të më therte, ose sadrën të më priste, si që thoshta, do ju bëjt sopa copë. Dhe kur më ngacmonte seksualisht, kaq marrëdhënie kisha. Kaq marrëdhënie vazhdoj të kem me
të. Më falë se lëdirë të thikën. Kështu për gjëra më të Sepse vogla, ashtu, për gjëra kot, për asnjë arsye, se do në ta nga vrisë. sa fëmijë jeni Do ju? në tajtë. Ne jemi 4 fëmijë. Ti ishe vajza e madhe, e vogla, ishe vajza Jo, vetme? jo, isha në mes. Po të gjithi për zuri. Maman time dhunon të gjithë kohën, ne kishte shtypur. Nuk e di, ajo kishte shumë frikë të reagonte. Por tash që e mendoj kur thash këto 2 ditë, e kam gjykuar maman time pse nuk u nda. Do e kisha falenderuar shumë. E di që kishte frikë, sepse e kishte traumatizuar, po prap të gjente kurajën. Alda, ku Unë filloi sot- abuzimi? Në moshën 11 vjeç? Do shtë akoma më herët, po unë atëherë e kuptoj se ç'ishte, se ç'po më bënte. Okej. Do shta ka filluar gjithmonë, nuk e di. Nuk Dhe sa jam e shpesh sigurt ndodhte? për këtë. Sa shpesh ndodhte. Më vjen qesh me ironia, duhet ta kuptosh. Ndodhte çdo natë, sepse pinte çdo natë. Po në fillim e mendoja, ja la shtëpies. Kisha maman që më mbronte dhe që më thoshte që unë jam këtu për ty dhe s'do të lejoj kur që të ndodh diçka e keqe ty. Mami me kuptoi në një që po ndodhte. Mami o të kuptoj. Pikërisht, edhe duke më mbrojtur mua gjithmonë, po pas mbrojtjes që ajo më bënte që më ne ishim edhe shumë të varfër në atë kohë, kishim vetëm një dhomë, flinim të gjithë në atë dhomë. Mama e arrinte natën më mbronte, që mos të vinte më afroj mua. Ai e dëgjoja që e dhunonte, buloja kokën me batanit që mos ta shoh të paktën duke e gjuar. Atëherë Alda më lër të kuptoj pak se është histori që është shumë e rëndë. Ju flini të tërë në një dhomë dhe babai të ngacmonte ty seksualisht në praninë e nënës dhe Po. vëllezërve që po supozoj që po flenë. Jo, nuk ishin ato aty. S'ishin ato sepse i kishte përzën. Ai kishte ishte përzën. kujdesur për këtë. Do të thënë, okay, I kishte përzën. nëna ishte në dieni, pra ishte aty, nuk pyeste fare që nëna ishte aty. Nuk i kishte kuptuar të plotësisht, po ajo e dinte që unë kisha shumë frikë nga ai. Ajo më shpëtoi jetën, se po të mos ishte ajo, nuk e di ç'do kisha bërë. Po në ç'kuptim, ma shpjego pak sepse të thua që është babai yt do të bëj keq, por nga ana tjetër thua që ajo e dinte dhe më shpëtoi jetën. Si ta shpëtoi jetën? Po në ishte ç'formë? ajo pra që rrinte aty te krevati gjithmonë me mua që të më mbronte, se ajo kishte shumë frikë nga ai. Ajo nuk dilte dot nga shtëpia. Nuk kishte dalë Okej. kur nga shtëpia, sepse ai se lejonte as atë as mua. Të dini. Ai atë e dhunonte gjithë. Konsumonte dhe alkool, the më herët? Apo ishte i vetëdijshëm? Po. Jo, ai konsumonte, ishte një alkoolist. Unë në fillim, ose të paktën mami më kishte thënë që është i pirë, t'ja falim këtë radhë, është i pirë, t'ja falim radhën tjetër. Ajo si duket kishte frikë, po nuk ma thoshte dot që unë kam frikë dhe nuk mund të bëj dot asnjë gjë. Sepse ai sille jashta shumë mirë. Madje mbaj mend një herë më ka dhunuar në sy të hallave, edhe shumë mirë ta bëri, se shumë mirë e kishte. Për një punë të vogël, Than që hallat, një fëmijë do than që ta- shumë mirë ta bëri babai. Pikërisht. Sepse sillej shumë mirë me të tjerët, përveç se me ne në shtëpi. Dhe edhe sikur t'ju thonim, s'do na besonte njëri. Alde tani, ju Pastaj jetoni në mami- qytet të vogël, në fshat, ku jetoni që ishte edhe kaq e vështirë të shkëputesh apo të shkoj dhe në polici? Ha? Ku jetonin? Në Tiranë jeton. Në Tiranë jetonit? Në Tiranë jeton. Edhe nuk është se shkoj ndonjëherë mendja, unë këtë pyetje se kam bërë asnjëherë në fakt të gjithë këtyre kohëve, po ndonjëherë dhe duhet ta bëj të pyetje, nuk i shkoj ndonjëherë mendja, për shembull, mamit tentuat që të shkonin në polici, të paktën se ti ke qenë më e vogël? Apo Mamit kur? Mamis nuk e kam dëgjuar në gojën e saj kur, s'ka policin. kuptoj. Ajo e ka duruar dhunën, i ka duruar gjitha. Kurse unë deri në moshën 16 vjeçe, jo, atëherë mu duk sikur u çlirova, shpëtova, ika edhe tash i lë gjërat në Ku të ike? kaluarën. Ku ike? Ç'a ndodhi? U fejova, U u fejova. martova.
E gjete vetë apo ta gjetën? Shpëtoja nga aty. Jo, ma gjetën. Ta gjeti babai? Ma gjeti babaj, po. Të tha gjë kur ta gjeti? Jam kurioze. Kush do thoshte gjë? Unë të thash, për 2 gjëra kontaktoja me të kur më dhënonte, ose kur më ngacmonte, kaq. Doja ta theksoja diçka dhe duke qenë se më pyetët ai ishte i alkolizuar. Unë mendoja që e bënte nga alkoli, po në një pikë kur ai e la alkolin për x arsye. Ai vazhdoi të njëjtën gjë. Edhe pse unë kisha shumë vite e martuar, jam lumturisht e martuar, jam me fëmijë, po rris sa fëmijë adoleshent, i kam të rritur, do të më thonë. Ai vazhdonte e bënte edhe i papir. Kështu që unë kam arritur në përfundimin që ai është një psikopat. Do të thënë ai dhe tani vazhdon se unë e përmenda pak, do të thënë dhe para një muaji të tha që su bëre imja. Unë ika nga Shqipëria. Vetëm që mos të kem kontakt me atë, vetëm mos ta shikoj atë, nuk doja më. Kisha frikë të shkoja te mamaja, vetëm nga ai. Sepse po të më dëgjonte ti thoja dikujt të mbaj në një episod që më pyet një shoqë ku je, i them te mamaja dhe u bë nami në shtëpi, pse unë thash te mamaja dhe jo te babi. Ai ishte një narcist, ai ishte një xheloz patologjik. Ai ishte gjithçka që ju flisni aty në podcastin tuaj. Shumë më keq. Unë e di që ai është një psikopat. Alda, bëj një pyetje, pse ja ngre telefonin babit? Sepse nëse unë nuk e hap, ai do dhunoj mami. Kuptoj. Po bashkëshorti e di këtë gjë? Jo. Ai di shumë nga historia ime, po nuk e di këtë pjesë. Nuk do e mësoj kurrë më saktë. Po pse s'ja ke thënë, jam kurioze, pse ke vendosur mos ta ndash këtë gjë? Sepse kam shumë frikë. Për çfarë? Si do reagoja? Çfarë lloj reagimi, nga çfarë lloj reagimi ke frikë? Nuk e di sepse kur të ma thot mua dikush i huaj, ti sa po thejt që unë ndjeva aq keq, u preka aq shumë. Ti qës më nje fare dhe nuk e di kush jam. Po ai që kemi nëjt kaq vite, më duket sikur është shumë vonë për t'i thonë diçka ti. O duhet ja thoja që në fillim të tregojsha e ndershme me të, ose mos t'ja thoja asnjëherë. Burri si është? Unë e di që edhe ti aty ke kaluar një kohë të vështirë me familjen e burrit, se i ke që e vogël, 16 vjeç, burri iku imigrant, po i bie këtu, po të bëj pak një hyrje. Burri të la aty me prindrit dhe me kunatat, besoj, po me prindrit e tij. Dhe iku imigrant? Po jo, nuk iku që atëherë, iku ca vite më vonë, nuk është se iku direkt dhe më la mua. Po dhe atje u ktheve në shërbëtore të prindërve? Po pikërisht e kam seksuar edhe aty, sepse unë kur shkova atje, gjeta një kunat në klasë të 8 dhe vjerrine mbante në prehër, sepse lastonte se ishte e bia. Po unë nuk arrija ta kuptoja këtë. Edhe i shikoja me shumë inat, ndoshta ato më pas ishin pasojë e sjelljeve të mia, se në fillim qëndrova shumë e ftoftë, kisha frikë të flisja me to, kisha frikë kur më fliste vjerri. Unë kisha filluar të urreja gjithë burrat. Nuk doja të kisha kontakt as me burrin tim në fillim sepse e kisha frikë. Edhe në veri besoj ke krijuar. Nuk e di, ai u përpoq shumë të më donte në fillim, ose të fliste lirshëm me mua, po kur s'ja vash këtë mundësi. Isha shumë e mbyllur unë si person. Pastaj erdhën të gjitha ato që ndryshuan sjellja ato, ishin kunatat që ndikuan, ishin shumë faktorë. Edhe ashtu u ktheva tamam në një shërbëtore. Punoja 12 orë në ditë, çaja shumë në atë periudhë mbaj mend. Punoja në një fasoneri. Derisa një ditë i thash vetes stop. Tash jo do ngrihesh, mos vush më për asnjë gjë, lej të gjitha të ikin. Dhe qatë ditë fillova të dua shumë veten dhe filluan shumë njerëz të më donin. Do me thonë, nuk lejova asnjë njeri të më shkelte më. Vendosa të jetoj për vajzën time. Çfarë të shtyuta merre këtë vendim, ti thoje vetes stop? Çfarë ishte ai indicia që
të çoj këtu, ç'a ndodhi diçka që bëri të ndryshim dhe krijove respekt për veten? Bëja gjysmë ore rrugë për 300 lekë të çelbura për një biletë urbani. Bëja gjysmë ore. Dhe kur kaloj një ditë për shkuar te puna, duhet kaloja te shtëpia ime. Në atë kohë ishte kthyer njëri nga vëllezërit, më shikon. Më kishte thirrur 2-3 herë edhe nuk e kisha dëgjuar. Më del në rrugë, thotë, hajde ulu në kafe me mua. Jo, s'kam kohë, duhet iki te puna se ju e dini pak a shumë si funksionon pasionerit. Le të të heqen, thotë, nga puna ti do ulesh me mua. Duhet të tregoj këtë histori edhe pse është e bukur, po edhe pse ta kuptojnë shumë vëllezër se sa ndikim kanë te motra. Edhe më thotë, duhet të them diçka. Unë nuk jam martuar akoma. Unë nuk e di ç'a keti, nuk e kam kuptuar kur. Po unë di të them, unë e di çfarë babi kemi. Ai s'do na mbaj marrën as mua as ty. Po unë jam gati që mos martohem kur, të rris fëmin tën, të jetoj në një shtëpi mbete me qira, do punojmë të dy, do e rrisim atë fëmijë. Ama mjafton që ti mos qash. E di ç'a them unë me krenarin qofse unë them diçka të bukur një time, them që unë kam motrën më të mirë në botë. Dhe ti e dashur motër, për mua je më e mira në botë. Dhe ti je e keqe për këdo. Për mua, s'ka si ti. Bravo, aty ndryshoj gjithçka, me të thënë të drejtën, aty ndryshoj gjithçka. Shkova në punë, punova e lumtur, vjen përgjecja, më heca kmisha ose rroba të rinjve, se ashtu ishin mësuar aty, e marr një nga ato edhe e gris, i them guxo e bëje më. Dhe aty kur ajo tërhiqet, ajo u friksuan, pa kur unë të grisit rrobat e saj, ajo u friksua dhe u largua nga unë. Aty e kuptova që unë isha shumë më e fortë se ç'kisha menduar. Nuk isha thjesht ajo vajza që më kishte ngacmuar dikush. Fillova t'i bëj ballë gjithë botës përveç se atij. Atij nuk i kam bërë ballë asnjëherë, nuk i bëj ballë as sot. Unë është i vetmi njeri që e kam shumë frikë. Cila është dëshira jote më e madhe për atë? Jam kurioze. Cila është dëshira ime më e madhe? Të zhduket nga kjo botë, mos jetë më këtu. Të vdes, domethënë. Absolutisht. A ke folur ti me mamin për këtë? Tani që je adulte, më të rritur? Hapur, e lirshëm asnjëherë. Nuk e kam bërë me asnjë. Nuk kam gjetur guximin të thash. I lash gjërat të rridhnin, të qëndronin në aty thellë te unë. U bër ajo goca e fortë, u bër ajo. E di, shkojmë në një festë, unë jam shpirti festës, shkojmë në një mbrëmje, unë jam shpirti mbrëmjes. Jam krejt tip tjetër dhe po e diskutoja me dikët që po kalon një situatë të vështirë me të shoqin. Po më thoshte lumja ti sa e fortë je. Unë bëj si e fortë, unë jam thjesht një frikacake e vogël që e mbaj shumë brenda vetës atë frikën. Mundohem, e gënjej çdo ditë veten time, e gënjej për fëmijët e mi. E gënjej për burrin tim, e gënjej për gjithë njerëz që mundohen të më duan dhe që i dua. Çfarë ka ngelur sot nga gjithë kjo? Domethënë që ti ke kaluar, se unë kuptova shumë. Ajo gjëja e kalbur që unë dua ta flas të bërtas, të ulëras, e bëj tash, e bëj shpesh këtu. Të paktën këtë më jep mundësi. E shoh që ngarkohem nga kujtimet edhe dal aty te deti, e kam afër. Dal çaj, ulëras. Shpesh kam akuzuar edhe ato më të rritur që kisha në familje, si nuk doli një njeri që na mbroj dy femra që ishin në shtëpi, sepse të gjithë duajtëm nga ai. Pika kthesës në rastin tënd ishte momenti me vllajin, që ai të afroi. Pra u ndjeve për herë të parë. Jo, gjithmonë më afronte ai, po nuk e kishte kuptuar kur sa keq isha unë.
se me vëllezërit kam një marrëdhënie të shkëlqyer fantastike, po duke qenë se ai nuk ishte në shtëpi prezent, nuk ishte kuptuar shumë gjëra. Në telefon, sado larg që ishin, i thoshin mamit, e kisha dëgjuar shumë herë që i thoshin, na thuaj ti sepse ne vim dhe e dim që i bëjmë, po unë e dija ç'do i bënin, unë e di edhe sot ç'do i bëjnë, po t'ju a them sot unë këtë. Po unë nuk dua të çoj vëllezërit aty ku e di që do shkojnë. Sepse është gjëja më e tmerrshme që unë me vërtet sonte s'po çaj, dhe jam shumë e lumtur për këtë që s'po çaj, se kur e kam treguar historinë atë ditë kam qarë gjithë ditën. Po tash nuk e di pse mora kaq forcë dhe Kishe nevojë edhe për këtë moment, për të rënë në kontakt dhe njëherë me fjalët, se fjalët nxjerrin dhimbjen që ti ke mbajtur. Po, me mamin është menduar në një situatë, do me thonë gjatë kohës, se na shtyn gjithmonë kjo ide e zgjidhjeve, se e dëgjova situatën, mundohem të jap ndonjëherë në kuptim, por them prit, ndoshta duhet të shikojmë edhe për pak zgjidhje. Ke menduar ndonjëherë që ta afrosh atë për mos e mbajtur ndoshta kontaktin me babin? Këtë afroj. Ta afrosh në sensin që ndoshta me vëllezërit ta shkëputësh, sepse ajo jeton një marrëdhënie akoma toksike atje. Pra ju kërcënon përmes saj. Dhe është një tjetër lidhje të traume, do thoja. Po ky është problemi, sepse ai sot është i sëmur. Ka 14 vite i sëmur. Edhe doktor çuditën se si ka mundësi që ai jeton akoma. Dhe mamaja thot, kur unë nuk e lash, kur ky ishte i shëndosh, unë nuk e lej kur, sepse vëllezërit kanë kërkuar ta marrin. Sa po janë martuar dhe nusët e kanë kuptuar se ç'hiqte mamaja ime, kanë kuptuar sipërfaqen, jo atë pjesën e kalbur poshtë. Mamin e duan të gjithë, mamin e afrojnë të gjithë, mamin edhe unë kam menduar ta marr këtu, po ajo nuk pranon të shkoptojë. Pra është një zgjedhje e saj të qëndrojë. Pikërisht. Unë e kam duruar thot kaq vite dhe do më vinte shumë turp nga të gjithë bota, më duket sikur më shikojnë mua se si e la pikërisht kur u smon. Dhuna çfarë do lloj forme nuk mund tolerohet. Unë mendoj që kjo që të ka ndodhur ty është jashtëzakonisht e rëndë, po pak flitet dhe më kujton gjithmonë një gjë që e kam dëgjuar në një seminar para ndoshta 11 viteve, ku tregohej se si në Shqipëri nuk ndodhte incesti, me një krenari shumë të lartë nga profesorët. Por në të vërtetë incesti është shumë i pranishëm, edhe këtë dëshmi e kemi prej vitesh, sidomos të vitet e fundit që kanë dalë kërkesat për ta bërë publike apo të shkruar në polici deklarimet atje, dhe ne shikojmë se sa të zakonshme janë, edhe fal historisë tënde ne po shkojmë në një drejtim të japim edhe më shumë zë se çfarë ndodh dhe se si ne tolerojmë. Kjo është gjëja që unë do të thoja që po bëjmë gabim akoma dhe sot. Edhe në këtë rastin që ti po tregon, unë mendoj se po e tolerojmë akoma më shumë dhunën, dhunusin, abuzusin. Unë e kuptoj se çfarë po bëjnë. Unë të kisha mendjen që kam sot, unë e di ç'do bëja atëherë. Nuk është fajut, absolutisht, i ke qenë 16 vjeç kur ke dalë prej asaj shtëpie, ke qenë më vogël në pranita sa që të është bërë. Sot nuk mundem sepse ai e para është i smur. E dyta akoma nuk e kemi kaluar atë fazën e mentalitetit të shqelbur, të shpifur. Është turp për këtë, është turp për atë, është turp për shumë gjëra, është turp. Unë mbaj mend do të tregoj një episod shumë të vogël. Ikën mami në dyqan dhe ai më thirr, më ul gat vetes dhe më thot pse ti të vjen keq kur unë të shikoj këmbët ose mundohem të prek nga këmbët. Çfarë i them unë? Ç'është kjo që thua? Mua më vjen turp, unë nuk dua një baba të tillë. Isha e vogël, 14 vjeçe. Filloi të çaj, sapo kishim marrë në Tiranë në atë kohë. Mundohem tiki, mundohet më prek sapo shikon që vjen mamaja, largohet. Unë shkoj mbyllem në një dhomë. Unë nuk kam flet 3 ditë në atë kohë, kisha një libër që e mora, që më ndihmoi në atë kohë shumë. Kishte 600 faqe, më shumë se 600 më saktë.
E kam lexuar për 3 ditë, nuk fli as ditë as natë, mami nuk e kuptoi, sepse nuk e jepja vetjen. Të gjitha të qarta i kuptoi shumë më vonë, të gjitha të qarta. Dhe ajo mendonte ashtu siç thëtë që parti që në Shqipëri thonë me zë të lartë që nuk ndodhin çesti. Ajo më thoshte që ti s'duhet të kesh frikë. Ai thjesht se kupton zën sepse ai të ka vajzë dhe nuk ndodh kurrë ta them kështu troç, shkoçur, shpifur, një babait nuk i qohet kurrë për vajzën e vet. Është shumë e shëmtuar kjo dhe unë pikërisht kjo gjë e shëmtuar më ka lënduar gjithmonë se si mund të ndodhte kjo dhe kam pas shumë turp ta them unë. Kisha turp unë që isha viktima dhe nuk kishte turp ai që e bënte kundrejt vajzës vet. Mami nuk ishte mbështetjen e familjarëve apo jo? Nuk kishte familjar mami. Nuk kishte prindër mamaja. Nuk ishte. Jo. Kishte vetëm një vëlla dhe ai e kishte kërcënuar se nëse ti do bësh diçka sepse e mbështeste i vllai, po kishte vetëm një vëlla, ne ishim familje shumë e madhe, unë do ta vras. Edhe ne e dinim që ai mund të vriste sepse ka provuar të vras dikë. Ka qenë edhe në burg, pikërisht për këtë punë. I shpëtoi edhe burgut. Ai ishte i fortë i atij qyteti ku ishim ne, e kupton? Kishte një emër shumë të madh jashtë shtëpisë. Babai. Prandaj ne kishim frikë, pikërisht. Prandaj ne kishim shumë frikë të bënim diçka. Janë ca lloj historish, Alda dhe Jona, Alda edhe e ka vuajtur, kështu që nuk e arrit ta kuptoj as nuk. Me thënë, as unë edhe as me qindra mira të tjerë që dëgjojnë të histori, po janë ca lloj historish. Po pikërisht, prandaj kam frikë ti tregoj. Që të del një kështu nga shpirti, unë po e dëgjoj tani. Dhe si mundet një njeri, një nuk e di çfarë lloj, se nuk po flasë, nuk dua të bëj as këto të bëjmë interesante për viralitet fare, por këto lloj monstrash janë 50 në familje, 3 vëllezër, një motër, 5 të tjerë, dhe ky lloj mostra rrotullon familjen prej 30-40 vjetësh. Një mostër, një njeri vetëm, një pianec, një sëmur. Dhe nuk punon te kur. Po, një dembel, një pianec, një sëmur, rrotullon. Dhe pse rrotullon familjen? Për opinionin. Pikërisht. Për opinionin, për çfarë mendojnë të tjerët. Pse ndodhin gjithë ato drama dhe rrin aty edhe vuajnë? Për opinionin. Edhe drama është që nuk e ka provuar asnjëherë përgjegjësinë e gjithë asaj që po bën. Po çfarë po kjo i flet me babain? Alta flet me tiatin akoma dhe i thot para një muaji babait, dhe pse se e ëma vet, e kupton çfarë zinxhiri janë gjërat, e ëma vet është pa prindër te kjo familja, prandaj është shumë e vështirë të ndonjëherë të them të drejtën Alta, mua me historitë tënde u preka, unë mbarova dhe unë, siç qave ti tek Elona, edhe unë qava shumë duke dëgjuar historinë tënde, po e di çfarë më prek ndonjëherë dhe është, sepse është një zinxhir që nuk shkëputet dom, është shumë e vështirë, nuk ka. Dhe kur dëgjuar gjithmonë nëpër Big Brother, opinionist, apo nëpër emisione në panele që bërtasin njerëzit që thonë, kjo dhun ikni, si mund të rri një grua kështu, dhe bëra një monolog dhe herën e kaluar. Ik moj grua, ik moj, çfarë të them. Ora, nuk e kuptoni se unë paktën nga eksperienca ime gazetare kam folur me shumë veta dhe rrugës ti, do të thënë unë jam tashi te 40-at, po dikur kam qenë më naive dhe padyshim dhe unë kam qenë fiksit të tjerë që ngrinin pyetje dhe thoshin, "Ore ç'a idiote je ti? Alta idiote je ti që ngre telefon, që ja ngre babit? Mami jot, më falë se po e bëj kështu." E kupton se po e them. Mami jot idiote, çmendur është? Vëllezërit e tu, idiote ti që s'ia thua vëllezërve ta vrasin, moj ta djegin. Ta djegin, kupton? Dhe kështu të vjen. Pastaj kur kupton gjithë rrënjën e gjërave, dhe thua është si një zinxhir, një siç quhen ato menyje, një nga tre, sepse kur ndërgjitet çomçakizit tek flokët, që të duhet ta presësh gërshër se duhet ta presësh. Tamam, është si një çomçakiz. Duhet të them edhe diçka, duke qenë se burri ishte larg për një periudhë kohe derisa u bashkuan, goca ime ishte shumë e lidhur me tiatin. Goca ime. Po. Edhe në një moment po bënim një xhiro në Tiranë edhe ajo i thot tiati do ma japësh çik dorën, ishte adoleshente. Po i thot im soq, thot të lutem shumë tashi do më përqafosh fort siç përqafon babi gocën. Patjetër i thot ai shpirti i babit, edhe ai e pushton edhe nisnin rrugës, unë isha mbrapa tyre. I shikoj
edhe them zot sa frikë kisha për një moment pse vajza ime ju hot i jatit ashtu. Isha shumë e friksuar dhe për një moment mendoj sikur ta di që ky njeri do e bëj atë gjatë që i matë e bëri, unë nuk do të pres t'i them djalit e motrës e këtij ati, unë do e marrë, do e vras vetë, unë vetëm këtë s'ja falë mamas time, pse nuk e mori guximin të ikte, ndoshta s'ishte e fortë, unë do kisha ikë, unë do e kisha vra vetë, unë s'do kisha pyet, po t'ishte im shoq, po kur është prindi, është diçka pak shumë më e vështirë, jo pak më e vështirë. Po shiko se prindi ka dhe një gjë më tash se ai burrin edhe ke zgjedhur, po te prindi nuk e zgjedh, më ke lind aty, më ke lind në një lloj, ti ke lind në këtë situatë. Edhe Alda e kapi herët dhe edhe pse Alda nuk ishte marrëdhënie seksuale se ishte e vogël, edhe pse ndoshta s'ka pasur as kontakt me informacione seksuale, ajo fëmija ka kuptuar që ka diçka të çuditshme, që s'është normale. Se ka ndodhur gjëra, janë kështu disa tribuse që janë që kanë qenë nëpër Amerikë të çmendur që bënin seks si familje, nga këto kultet, ka ndodhur dhe ata dhe edhe kur ka ndodhur brenda që kanë qenë të gjithë të përfshirë, kanë treguar fëmijë, kanë parë dokumentarja në Netflix disa, që prapë ato janë të traumatizuar. Pra aq jo natyrale është kjo gjë, aq anti-zot, anti-gjithçka, sa dhe ti si fëmijë pa ditur se ç'është seksi, a du ta bësh ti me babin apo s'du ta bësh, e di që është e gabuar. Kështu që kjo është, dhe kjo ka lindur në këtë. Dhe ç'a ti thuash që fëmijë që ç'a ti thuash? Ora ai duhet mbroj, është babai, ai është i parë që do të mbroj. Ç'a ti thuash që fëmijë dhe ç'a ti thuash që tash i ka fri nga burri vet, kupton? Është generalizuar. Shumë e madhe kjo. Është eksakt çfarë ndodh mbas traumës, që ti e përgjithson, edhe është efekti më i madh që të ndjek gjithë jetës. Është më natyrshme, po pse nuk dalemi te kjo gjë tjetër që natyra për të mbrojtur, pra nëna që mund të mbroj fëmijën. Nuk duam ta fajsojmë, dakord, nuk duam që t'i themi mos ik ose e kuptojmë pse nuk ikën, por është dhe një proces natyrshëm për të mbrojtur fëmijën. Kjo është pyetja ime për shumë nëna, shumë histori nënash që nuk e kanë marrë. Pra, edhe është më i fortë opinioni dhe frika. Edhe gruaja që kam intervistuar para shumë vitesh, thash po nëna ç'a bënte? Kishte edhe nëna, kjo nënë të paktën, nëna Aldës të paktën, po them, e ka mbrojtur dhe ka gjetur një mënyrë pa i thënë gjëra që ta mbroj fizikisht. Pra e ka mbështjell fizikisht si zogj në ato. Po, e vërtet. Po këtë ka bërë ajo, nuk e ka kështu, edhe duke i thënë që ndoshta s'është e vërtetë, edhe pse e ka ndjer, ka thënë ti them kështu se s'është normale. Balancë. Po ka pasur nëna të cilat nuk e kanë besuar dhe kanë dënuar fëmijën, i ka thënë të kesh turp. Domethënë që edhe mund ta kenë ditur se unë besoj që gruaja shumë e zgjut, është më e zgjut se sa duhet, domethënë i kupton të gjitha. Por dhe kjo më ka bërë përshtypje, pse arrin deri këtu? Pse shkon deri këtu? Është, domethënë diçka që neve duhet ta vëmë në pikë pyetje. Edhe pjesën e nënës. Ai mbante sakicën te koka. Prandaj mamaja ime kishte frikë, sepse kishte frikë se duke ikur ai do na gjej dhe do na mbys. Mund të pyes pak edhe për vëllezërit që i përzuri, ata ishin majoren, domethënë ishin të rritur. Jo. Që nxorën nga shtëpia. Jo. Oh, të vegjël? Fare të vegjël. Po si, përzuri të tre vetëm? 12 vjet. I çoj në përmal, i solli në një shtet të huaj. Sepse ishte 9 vjet atëherë i përcillte. I nxori te semaforit për të lypur, tallej me lekët e tyre, e ushqyen çdo ditë të jetës vetë, po e mbajmë si princ akoma, ironia më e madhe e fatit, deri para 5-6 vjetësh ja dorëzoni në rrogën se atë ta marrin me të mirë se është perandori, kjo është dhimbja më e madhe që kam unë. Nuk u gjykua nga njerëzit për këtë të paktën që ishte e dukshme që u bëri fëmijëve, i nxirrte të lypnin, i përzuri nga shtëpia, ishin djem për më tepër. Ai ishte i fortë i qytetit. Një baba nuk është normale, duhet të ketë një problem mendor të shumë të thellë. Rregullim, këto se ky urren fëmijët e vet, i urren. Ai është një psikopat. Po, është psikopat, nuk është. Ka të shenjat, po, ai është për është çrregullim, çrregullime që patjetër duhen hulumtuar për dalë në një diagnozë sakt, po nuk është absolutisht normale asnjë prej këtyre sjelljeve, po më bën përshtypje komuniteti, domethënë që
mbështet, i jep edhe lëvdat ai burri fort, edhe me tituj që e përforcojnë atë idenë atij që është në rregull. Dhe e di pse ndodhte shpesh, sepse vëllezërit e mi punonin të shkretët. Nuk na lejoi asnjërin të shkolloheshim, asnjërin. I jetnim lek vëllezërit i çonin, ai i vashpërndante dynjas. Nuk na ushente ne. Vëllezërit i çonin tinzash mamas që të blejnë të ushqime, sa ai u jepte njerëz. Pra donte të ruante një imazh tek njerëzit e tjerë. Si historia e parë, fiksimi me imazhin, që vdekshin, më fal që po e them. Tamam, me këto imazhet. Këtu gjysma e Shqipërisë të torturuan nga idiotësitë e imazheve të prindërve, ç'a mendon bota. Ai keni parë botën ç'a është? Ç'a mendon bota? Kemi të bëjmë edhe me një narcisist. Narcisist po ai është narcisist, ai është xhelos patologjik sepse ai ishte i sëmur nga xhelozia. Kam dëgjuar një episod të ju që thoshte ajo gota, ne shkonim në dasëm dhe 3 orë kishin gjyq. Ne kishim 3 ditë gjyqin dhe 3 ditë do na rrifte gjithë kohën. Më tregoni ç'a ndodhi ose po t'ishte me ne. Pse i ngrite syt ti, një fëmijë në klasë të 8, pse i ngrite syt që unë mund kisha kërcyer thjesht për kërcyer, ëh? Unë jam mësuar të kërcej të shtëpi e burrit sepse s'më kishte lejuar kurrë të kërcej. Po si erdhi kjo gjëja që të martoi pastaj 16 vjeç? Nga çfarë nisim? Si e shpjegon? Sepse më duket edhe pak absurde, pra ai kërkonte që të isha aty prezent. Po më martoi sepse donte të krenoj që unë kisha vajzë e mbrojta vajzën time shumë mirë dhe shiko sa të vogël e martova. Sepse prapë thot ai. Pra kjo për një opinion. Unë i them, në qoftë se unë gjej guximin, unë të thash, unë është e turpshme kjo që do të them, ose është shumë brutale, po unë sapo fillon ai ulëret, unë lagem poshtë, urinoj, nuk e kontrolloj dot veten edhe pse jam shumë e madhe tash. Nuk më ik frika ati njeriu, po edhe kur gjej guximin ti them një gjysmë fjale, ai thot, unë të kam mbrojtur ty, unë i kam bërë të gjitha ato për të mbrojtur ty. Çfarë mendimi të vjen ty kur ai të thot këtë gjë? Që ai është një kafsh. Dgjoj, ka dhe diçka, mund të jetë edhe pedofil, në kuptimin që 16 ai vjeç. Ai është pedofil. Ai është pedofil, ai ka të gjitha. Po me vajzat të tjera të vogla shikonte? Jo, nuk ka ndodhur. Jo. Ne nuk dim gjë. Pra, ky lloj njeriu në këtë lloj. E dim. E dim sepse është vend i vogël e merren vesh. Shkonte me shumë gra, po me gra kur nuk ka bërë diçka që të ngacmojë një fëmijë. Ka të rëndësishme imazhin, por që është tregor i kujdesshëm. Pikërisht. Psikopat por i kujdesshëm. Po pikërisht këtë se tash u bë me humor, po pedofil por me kujdes, pra ruan edhe fytyrën e opinionit. Ka një miksim të rregullimesh. Ka një miksim të rregullimesh. Unë dua pse nuk gaboj në asnjë vend që ta kuptojë një njeri, se nuk është një histori që ndodhi 5 vjet ose 3 vjet dhe u fshi. Është një histori që vazhdon. 40 vjet gati. Për fat të keq, këtë e thash edhe pak më herët, ishte komuniteti i sëmur, pra vendi ku ti jetoje, që nuk arritën nuk kishin kontakt me njerëz shëndetshëm aty, që njëri të dilte dhe të mbronte ose të adresonte çështjen drejt asaj që duhet. Se gjë e parë që ne normalisht të rekomandojmë është siguria fizike, kur bëhet fjalë për abuzimet, pra personi që të fillojë të bie në kontakt me një realitet të shëndetshëm, duhet të shkëputet nga ai mjedis. Po përderisa aty vijohet, qëndrohet, pranohet. Po ato qeshnin, kujt i tregonte ato qeshnin. Ne mami bëri këtë gjë të mirë, na lidhi shumë me njëri tjetrin, fëmijët e vet i lidhi shumë me njëri tjetrin. E shikoj që sa ka mundur e ka përdorur fuqinë e saj për të ndihmuar. Po gjithsesi ky është një kapitull i pambyllur, Vian, sepse para shkosa ai u presionon akoma që unë do dhunoj mamin që ju nuk më flisni apo gjëra të kësaj natyre, kjo gjë vazhdon. Më thënë duhet patjetër të merrni. Dgjoj, a do bëj një pyetje kështu që e ka bërë her pas here njerëzit, po më thash unë e bëra sot, se ne nuk para e bëjmë në këtë emision, jo për gjë, por duke kuptuar situata duam të merremi me juve si njerëz dhe jo me vendimet ligjore që keni marrë. Për shembull, nuk është koha për shembull tani ta çonin polici. Kot.
Se keni menduar të për shembull ta denonconi? Po kush do e besojnë në Shqipëri të lutem? Jo, edhe besojnë, tash këtu, po edhe besojnë. Jo, Alda. asnjë se beson. Alda edhe besojnë, Asnjë më nuk e beso. beson. Jo, unë them që Po kam nuk e ndryshuar gjëra. besojnë. Do u jap një 500 eurosh, edhe do dalë. Po ai do vi prap në shtëpi. Çfarë do ndodh pastaj? Çfarë do ndodh pastaj? Sepse nuk është se kam menduar që ta çoj. Po do jap Po se do vi në shtëpi. Shiko, të them dhe një gjë tjetër, ka me qindra mira histori. Mjafton se dhe ti jeton andej, të shohësh Netflixin çdo lloj dokumentar, janë me qindra mira njerëz, të cilët në një moment të caktuar, me gjithë ato në të pambrojtur komplet, me 200 dyshime në vendin më të padur të botës, kanë marrë një vendim dhe prandaj u bë ai dokumentar që u bë. Kanë marrë një guxim, kanë thënë edhe çfarë. Kanë thënë do ta bëj edhe çfarë. Kupton, ka qenë një forcë e vetes, se po të gjesh edhe kjo, edhe sistemi s'punon, edhe kjo, edhe nëna është e smur, edhe kështu, edhe këto. Do të thënë është këto janë plagë shumë të vëdhaja. Ky njeri nuk e di pse, sepse ndoshta unë e kam nisë emision që t'jem më e paanshme, por unë do jem kush jam, se s'ka problem do ja lejon ose atë pjesë. Mua më vjen vetëm ngjarja e Libofshës me këto lloj njerëzish, vetëm ngjarja e Libofshës e 90-s, 91-shit, nuk e di kur ka qenë. Ajo lloj ngjarje më vjen me këta, me ekzekutim, dhe kam kështu fantazitë e mia për një babar që bën këtë lloj dëmi të tmerrshëm, që u rref fëmijën në këtë, po unë kam vetëm një fantazi, po e kam shumë makabre për këta njerëz, sepse nuk kam se si të bëhem dhe nuk kam se si të bëhemi, që nuk kam se si të kuptoj se çfarë shkon tek truri i tij dhe si e ka lënë i ati, si e ka lënë e ëma, sepse kjo nuk është normale. Por ajo që mua më vjen keq në gjithë këtë historinë, Alda, është që ju keni mundësi që ta ndaloni të njeri. Unë besoj që ju keni. Ti ke frikë vëllezrit mos e vrasin, dhe ndoshta nuk e vrasin vëllezrit, sepse ndoshta po të kupton jetojnë jashtë dhe do ruajnë familjet e tyre. Por i keni 3 vëllezër, nëna që nëna është futur në traumën e vet, tash sindroma e Stockholmit, nuk e di, ai ka marr udhën e vet. Por jeni ju të 4 që mund ta ndihmoni të gjë ose të shpëtoni në një lloj mënyre. Kur unë fillova të bëj me forcë dhe e çoja në përmend që ta çoja në polici, ose edhe vëllezërit kanë dashur ta çojnë në polici, e kanë ditur që nuk e mbajnë sepse është i smur dhe ligji e liron atë, sido që të jetë. E liron sepse ka smundjen që ai nuk mund të rrijë në burg. Nuk është vetëm burgu që është dënimi maksimal, po është fakti që ti shkatrohet ai imazhi që ai atë e mban gjallë. Po, bravo Jona, ajo është për atë përgjegjësinë. Pra duhet ta ndjen përgjegjësinë atë që ka bërë, dhe përgjegjësia që ai do ndjej, mendoj se do jetë një shpëtim, një paqe edhe për ty vetë. Po nuk ndjen përgjegjësinë një njeri i tillë. Jona, më fal shumë. Po ku ndjen? Po ku ka ndërgjegje ai njeri? Ai nuk ka pikë ndërgjegje, ai s'ka mëshirë më në fytyrën e vet. Po se ka me ju, ka me imazhin, Jona thotë ka me imazhin, se atë ka ai fiksim. Por gjë tjetër është edhe që mami juaj për herë të parë të ndjehet, të kthehet jetës, edhe aq shkosa mendon se ka akoma, dhe mendoj unë gjithmonë kemi një mundësi të kjo është një pyetje. Shiko Alda, se neve nuk e bëjmë të pyetje për prindrit tanë, dhe nga një anë, do të thënë, marrëdhëniet që ndërtojmë me prindrit tanë janë shumë narcize, kështu. Po e kuotoj, më thonë se narcize. Sepse ti thua tash ajo është mësuar, nuk kemi ç'të i bëjmë. Po pse nuk e ndihmojmë atë ta mamë si sot Jona të jetojë? Pse nuk e ndihmojmë ta mamat neve që të jetojmë pak? Të shkojnë të dalin, të shohin një kopër zoologji, të shohin atje 3 pulbardha, në qetësi, pa patur terror, që të shkojnë në shtëpi. Thjesht ose të rinë në një stol, në një verandë, këto nëna kot. Dhe ti lën pjatat në lavaman kot. E diti që çfarë lloj, për çfarë gjërash të vogla ajo mund ta kuptoj që ka para se të mbyllet jeta nga Zoti. Ajo mund ta kuptoj që ka nevojë, qoftë ti lë enët aty dhe të rri aty ulur në një karrige kashte dhe vetëm të rri. Dhe mos ketë një lloj qetësie. Kështu që ndoshta ajo nuk e kupton dhe do ta thotë gjithmonë jo, se nënat tona thonë jo, edhe kur janë mirë thonë jo. Thonë jo se jam mirë unë kështu siç jam. I merri çon në fund të botës, e ke çuni miliarder dhe prap rri në tek kati i parë. Kështu janë nënat tona. Por neve mund kemi mundësi që dhe juve si fëmijë apo neve që të paktën t'ja japim atë kënaqësinë e të qenit e lirë. 1 vit, 2 muaj, sa t'jetë.
Pse se shihni Po kështu nuk këtë situatë? pranon, është e pamundur me të, e kemi provuar, e kam provuar unë kur ika, e kanë provuar vëllezërit, po ajo thotë në qoftë se më lidhni, më të riqni zvarr, atëherë unë do vi me ju. Pritet që babait vdes, që gjithë të Pikërisht. ndihen të lirë më në fund. Në fakt ajo në turnin e Pikërisht. vetë shumë e rëndë që thotë la gruaja burrin e smur, e kupton se tash E ka këtë gjën tjetër çfarë më të thua, ajo rëndësishme. është fundi, ne tash po mundohemi të frymëzojmë atë. Pikërisht. Sepse Pikërisht. po kjo është tamam çum Dhe çakizi që në doja flok. të thoja, Tash i dhe baba yt i ka rënë dhe ajo fama se s'merret njëri tash, mund të ketë qenë kjo fama ty të shfiksuar se ka qenë dhe fama e 90-s se këtyre ishin rrinin aty njerëz tash në imigrim as ja ka Terezi njeri fare kush është i forti, kush është i forti dhe ai është i smur edhe i moshuar tani. Por nuk e di pse unë gjithmonë e ndjej që këca njerëz nëna jote është gjynaf që nëna jote të vdesi pa liri dhe ai të vdesi pa dënim. Më duket, domethënë, më duket absurde. Kështu që gjithsesi Alda, unë kam edhe një pyetje të fundit. Zot më fal që e them. Ai më mirë të shkoj në atë dynja sa nuk u tërpruam, sepse nuk e di, po është shumë e shpifur edhe njerëzit ta marrin vesh që pikërisht në një familje me 4 burra nuk mbrojtën dot një vajzë të vogël. Alda, unë kam dhe një pyetje të fundit. Po gjatë këtyre viteve mbas historisë, ç'a është diçka që të vjen keq që të humbi? Fëmirin time se pata kur. Unë s'kam qenë asnjëherë fëmijë. Po tani e mirë dhe edhe burri është madje lexova tek historia që thotë hajde pim një kafe kur vjen nga puna. Pra është Pikërisht. është burri i mirë domethënë. Kur është fat i madh kjo, domethënë ndoshta është njeriu ose u bë se në fillim ishte e mbushnin, nuk e di histori shqiptarësh kjo, nuk e di ç'a. Ndoshta edhe unë isha shumë e ftohtë ndaj tij, kisha frikë t'i afrohesha. Tramat e tua. Edhe unë ndikoj shumë nga familja, sepse po të afrojnë me mua do i thoshin të mori nusja, të bëri nusja për vete. Po, e di, më lumturon fakti, po më thoshte goca ime një ditë, moj mama, sa mirë që erdhëm këtu sepse njohëm babin ton. Imagjino, në Shqipëri ne se kishim njohur. Tash në gjitha kaos kur vjen dhe më sheh mua sepse unë çe prova në shtëpi. Shkoj në punë, shkoj në një punë të dytë, tash natën unë e mbaroj turnin. Punoj shumë, merrem shumë me fëmijët, sepse dua që ato orë që fëmijët jenë në shtëpi që jem gjithkohën me to, mos të largohem nga ato. Edhe kur vjen ndonjëherë i them unë, mos e shikoj muin, jo, thot, vetëm gjej 5 minuta që të pim një kafe bashkë. Se atë e shijoj unë, atë kafen, s'ka gjo, mos hajdarka, kur mos hangsha. Një birë aty në balkon shumë mirë është. Një birë që e pi tashi, sepse para ca vitesh unë se dija që ishte. Edhe pse e kisha në shtëpi. Shiko, është ajo shpreha Zotit hedh me i dorë dhe pret me tjetrën, kështu që nga një anë pas ke bekime, ke fëmijët, je aty ku do t'jesh tani, ke qetësinë, ke bashkëshortin tënd që edhe pas kaq vitesh thot hajde pim një kafe, edhe është e rëndësishme ajo. Kështu që nga një anë ke bekime, ku nga ana tjetër kjo është një traumë dhe tani pjesën se si do zgjidhet ajo, ti padyshim dëshiron thellë të zgjidhet me vdekje. Absolutisht. Unë të dëshiroj që ti të shirohesh. Uroj që Shumë faleminderit. Të them të drejtën, mbasi të tregova Elonës, të thash, unë atë ditë kam qarë gjithë ditën dhe kur më vinte djali në dhomë, mamas i ke sytë e kuqi, jo, i thoja unë, më hyrë një mizë se nuk duat më shojnë kur fëmijët ashtu, sepse asnjë nuk e di se si jam unë. Po sonte, fola shumë mirë dhe nuk qava më. Jam shumë është okay të qash, edhe unë të qava dhe ti qave për letrën. Është okay dhe duhen ndonjëherë të qarat edhe është diçka shumë okay. Unë të falenderoj shumë. Të lutem. Emision të mbaret. Falenderoj shumë Alda, faleminderit. Uroj mos ketë kur në jetë vajzas jonë, të paktën mos ta kalojnë nga babi, ose mos kenë frikë kur shohin vajzën e vetë me tjatin, sepse unë tash kam pas frikë kur i kam pa burrin tim me gocën time. Mos ta kenë të paktën këtë frikë në fëmijëve, ose mos ta kenë frikë që djali do ja bëj nesër gocës vetë. Uroj shumë. Ose uroj që kjo është punosh me veten me këtë. Kjo është duhet punosh me veten edhe me ndoshta nëpërmjet terapive, leximeve, gjëra. Doja ta thoja edhe diçka, në një moment më thot vllai im kur kthehet në Shqipëri, thot, të lutem shumë do më thuash për çka ke nevojë dhe vllai jot është këtu për ty.
Ai thash, të lutem shumë, e di për çat, ta të them tamam han, thot, për një psikologe. Ai atëherë ngulmoi 3 muaj ditë që të merrte vesh se për çka kisha nevojë unë për një psikologe. Po kur se gjeta guximin, i bia të gjitha anët, që të kuptonte diçka, po burrat ndonjëherë vacua me shumë fjalë ti afrohesh, po nuk e kuptojnë se ç'po ju thua, po s'va the direkt. Ndoshta edhe mund ta ketë kuptuar dhe kishte frikë ta pranonte, ndoshta edhe se kuptoi kur. Po gjithmonë kam pas nevojë për një psikolog. Po në Shqipëri mundësia, këtu mundësinë e kam dhe nuk di gjuhën akoma, po përshtatem me këtë vend. Se jo se kam frikë ta tregoj si histori, sepse është e kam vuajtur në lëkurë dhe pse mos ta them. Terapia gjithmonë ndihmon, po ke edhe psikolog online, për shembull ke Jonën, nuk është e nevojshme. Matis, unë personalisht kam bërë me terapistë tuaja, është shumë e mirë, por prap neve të Shqipërisë kuptohemi, kështu që mund ta bësh dhe online tek psikologu online, është një faqe që Jona e ka bashkë themeluar, edhe ka psikolog shumë të mirë, siç është Jona, dhe ata janë shumë të mirë dhe të kujdesshëm, kështu që si kjo vlet dhe për ty edhe për të tjerë që janë imigrantë, që mund ta bëjnë terapinë aty të lënë oraret, sipas i përshtatet, sepse ju punoni shumë me emigrantë nga gjithë time zonet e botës. Pikërisht për shkak të gjuhës dhe kulturës, domethënë që është problem. Kështu që mund të edhe aty Alta mund të regjistrohesh edhe të bësh terapi, mund të ndihmoj. Falenderoj shumë Alta. Faleminderit. Falenderoj dhe të uroj të mira. Natën e mirë, gjithë të mirë. Faleminderit. Jam shumë e impresionuar nga forca që ka si person për ta kaluar dhe për ta folur në mënyrë kaq, domethënë si rrëfim të jashtëm me tregonte. Kaq shumë ka punuar me veten, por është një tragjedi që Tamam tragjedi është. Është e tmeshme. Është nga këto që unë s'kam fare mëshirë. Çfarë do t'i ndodhi? Imagjino vajza vetë thotë që inshallah vdes babai, po pres të vdesi, është kulmi, domethënë. Se ti edhe një baba, okay, çik të alkoolizuar të vjen keq, kur të dhunshëm të vjen keq, po për ca baballar thua vdekshin inshallah dhe kështu që asnjë nuk ka asnjë lloj mëshire, asnjë lloj individi normal me dy pare tru në të gjithë, edhe ata të qytetit që Alta thot e ngren, edhe po ta të dëgjonin historinë, pa dyshim. Madje edhe në Burgje ka një vend specifik për këta që ngacmojnë fëmijët. Kështu që në të gjitha format, edhe pse ka histori të tilla, prap kjo s'është normale fare dhe mua më vjen shumë keq, është një histori që thuaj faleminderit Zot. Këta nga ato historitë që ti kur ndihesh keq, dëgjoj këtë program, dëgjoj këtë histori dhe thu faleminderit Zot. Edhe ndihesh më mirë. Tani ujna mbaroi, gjithashtu historinë mbaruan, për sot ishte një natë e vështirë, një natë e gjatë dhe një natë e vështirë, gjithmonë e vështirë ta shkurtosh të program, këtë drejt program, sepse janë këto, nuk janë kaq. Ato njerëzit duhet hapen, duhet sqarohen, duhet flasin. Di çfarë është e rëndësishme, të paktën në pjesën e traumës, që ne e trajtojmë më së shumti është procesi faljes. Faljes jo të personit që ka bërë diçka, sepse falja ndonjëherë keq kuptohet, duket sikur ti justifikon personin me gjën që ka bërë, por nuk është kjo. Falja është drejt vetes, që unë mendoj se viktimat, të paktën të viktimat e traumës duhet të procesojnë, të falin veten, të krijojnë atë hapësirën që është e nevojshme, të zbrazin zemrimin, të zbrazin inatin dhe ta mbushin me gjëra të cilat duhet të mbushen, që i sjellin vlerë në jetën e vet. Është vërtet edhe e çuditshme që të tërë dihen në faj edhe ata që realisht kanë qenë fëmijë dhe s'kan pas faj. Apo si historia e narcismit, se vajzës që ishte e rrifte daja, ndërkohë ishte e vogël dhe ajo kishte ndjenjë faj. Është e tmeshme dhe edhe dhe dua ta them këtë që e mbyllim, dhe sa ndikon vendi përreth. Sa ndikon dhe çfarë idiotësie është kjo pjesa e opinionit që nuk është vetëm te ne, është në të gjithë botën absolutisht, por sa ndikon kur e the shumë bukur, kur asnjë nuk të mbështet në mentalitet rrotull, bëhet akoma më keq. Kështu që provon dhe këta gratë të gjitha që na marrin dhe rreth 90% e këtyre që na marrin jetojnë të tëra jashtë shtetit. Dhe më beso duke qenë jashtë, shiko sa mirë artikulojnë sepse aty kanë akses të madh ndaj leximeve, kuptojnë që nuk janë vetëm në këtë botë, ka dhe shumë të tjera, fillojnë lexojnë dhe artikulojnë për atë çfarë se kanë analizuar për atë çfarë u ka ndodhur. Kështu që kjo është sa ndihmon mjedisi.
Pa. Them që duhet jemi shumë dashur me gjërat të cilat janë të sëmura. Pa. Nuk duhet të kemi absolutisht mirësi apo ta themi në mënyra të nuk gjej as fjalët realisht, sepse nuk Ti fale babin edhe pse të ka ngacmuar. Ai është babai yt, po, këto kafshërit që thuhet edhe një herë. Po prandaj dhe unë sot të thash ato fjalë që thash dhe thash dhe vdeksh, sepse realisht ato nuk janë pa të perceptueshme çatë dëmi. Okej, do shihemi javës tjetër. Faleminderit shumë. Ándale.